Ndalo makinën, Gjenival. Tani. Këto ishin fjalët që dolën nga goja e miliarderit Gustav kur pa diçka të pazakontë në mes të rrugës së pluhurosur. Rruga ishte e qetë, pothuajse e braktisur, dhe dielli i pasdites binte fort mbi tokën e thatë. Askush nuk priste të shite atë që ai pa. Gjenivaldi frenoi pa pritur. Makina rëshiti pak mbi zhavor dhe ngriti një re pluhuri. Kur pluhuri filloi të ulej ngadalë, Gustavi kishte tashmë dorën mbi dorezën e derës. Nuk ishte një kafshë në rrugë. Ishte një fëmijë. Një vajzë e vogël, me flokë të verdhë të çrregull dhe me një fustan të ndotur, ishte ulur në buzë të rrugës prej dheu. Ajo mbante në duar një copë të vogël buke dhe po e kafshonte ngadalë, me shumë kujdes, sikur ajo bukë të ishte gjëja më e çmuar në botë. Dhe ndoshta për të, në atë moment, ishte pikërisht ashtu. Pa menduar shumë, Gustavi doli nga makina. Gjenivaldi u përpoq ta kapte nga krahu. Zotëri, jemi vonë. Njeriu që do t'ju shes fermën po pret. Por ai nuk u përgjigj. Këmbët e tij tashmë kishin prekur tokën e pluhurosur. Vajza dëgjoi hapat dhe ngriti sytë. Ishin sy të mëdhenj dhe të errët, plot me një seriozitet të çuditshëm që nuk përputhej fare me moshën e saj. Ajo dukej rreth 3 vjeç. Ajo nuk vrapoi. Nuk bërtiti. Vetëm e shikoj me një qetësi të çuditshme, sikur tashmë kishte mësuar se bota mund të lëndoj, por ende nuk kishte mësuar të kishte frikë. Gustavi u ul në gjunjë për t'u bërë në të njëjtin nivel me të. Si quhesh? Pyeti ai but. Vajza shtrëngoi copën e bukës në gjoks. Giulia, tha ajo me një zë të vogël, me atë mënyrën e ëmbël të fëmijëve që ende nuk shqiptojnë mirë fjalët. Ku është mamaja jote, Giulia? Vajza ngriti dorën dhe tregoi drejt rrugës, drejt pyllit, drejt boshllëkut. Nuk ishte një drejtim i qartë. Ishte më shumë një gjest i hutuar. Gustavi shikoi përreth. Nuk kishte shtëpi afër. Nuk kishte makina të ndaluara. Nuk kishte njerëz. Vetëm ajo vajzë e vogël në mes të rrugës së dheut, në diellin e fortë të pasdites, me një copë bukë në duar dhe pa asnjë shpjegim. Ai mbeti për një moment duke e parë. Dhe pa dashje, mendja e tij u kthye në vitet e shkuara. Tek spitalet, tek konsultat, tek fjalët e ftohta të mjekëve që përsërisnin të njëjtën gjë me mënyra të ndryshme. Ju nuk do të mund të bëheni kur baba. Në moshën 30 vjeçare, një kancer në testikuj ja kishte marrë atë mundësi. Ai kishte mbijetuar. Kishte fituar betejën me sëmundjen. Por ëndra për të qenë baba ishte zhdukur bashkë me çdo seancë kimioterapie që kishte përballuar i vetëm. Parat nuk mund ta blinin atë. Dhe gruaja e tij, Carla, edhe pse nuk e thoshte me zë të lartë, kur nuk e kishte falur plotësisht fatin për këtë gjë. Në atë moment, Giulia e pa përsëri dhe, pa ndonjë arsye të qartë, zgjati dorën drejt tij. Zemra e Gustavit u përmbys në gjoks. Ai e dinte se ajo që do të bënte në minutat e ardhshme mund të ndryshonte gjithçka. Jetën e tij. Jetën e kësaj vajze të vogël. Dhe jetën e një gruaje që ai ende nuk e njihte. Ai e mori Giulian me kujdes dhe e vendosi në sediljen e pasme të makinës, sikur të ishte prej qelçi. Ajo nuk qau. Nuk bëri zhurmë. Vetëm shikonte nga dritarja duke mbajtur ende bukën në duar. Gjenivaldi e pa përmes pasqyrës së makinës, por nuk tha asgjë. Ai kishte mësuar gjatë viteve se kur shefi i tij merrte një vendim me atë shikim në sy, nuk kishte kuptim të kundërshtoje. Gjatë rrugës, Gustavi dërgoi një mesazh tek ekipi i tij ligjor. Ai kërkoi që të kontrollonin nëse kishte ndonjë raport për një fëmijë të humbur në atë zonë. Pastaj u kthye nga vajza. Ke uri? Ajo pohoi me kokë. Por nuk e lëshoi bukën. Për një çast, Gustavi pothuajse buzëqeshi. Pas rreth 40 minutash, makina kaloi portën e madhe të vilës. Giulia ngjiti fytyrën pas xhamit të dritares dhe hapi sytë e mëdhenj nga habia. Për një fëmijë që ndoshta flinte në tokë, shtëpia dukej si një pallat nga përralla. Në hyrje, Carla po priste në shkallë. Ajo ishte elegante, me një fustan blu të errët dhe me flokët e rregulluar në mënyrë perfekte. Ajo gjithmonë dukej sikur ishte gati për një takim të rëndësishëm, edhe kur ishte në shtëpi. Ajo priste që burri i saj të kthehej me lajmin se kishin bler fermën. Por ajo që pa ishte diçka tjetër. Gustavi doli nga makina duke mbajtur në krah një vajzë të vogël të ndotur.
Shpreja në fytyrën e Karlës ndryshoi menjëherë. Gustav, tha ajo me një zë të ftohtë. Çfarë është kjo? E gjeta në rrugë. Ishte vetëm. Po ferma. Nuk shkova fare. Sytë e saj u ngushtuan. Si? Kur e pash këtë vajzë vetëm në mes të rrugës, gjithçka tjetër nuk kishte më rëndësi. Ferma mund të presë. Karla e pa vajzën nga kokat e këmbët. Kjo nuk është përgjegjësia jonë. Por Gustavi nuk tha asgjë. Ai kaloi pranë saj dhe hyri në vilë. Brenda, kuzhinierja Zilda u nxitua menjëherë kur pa vajzën. Në pak minuta, tavolina u mbush me bukë, fruta, djath dhe lëng. Giulia u ul në një karrige të madhe dhe hëngri në heshtje. Kur mbaroi, fshiu gojen me dorën e vogël dhe tha, faleminderit. Gustavi e shikoi gjatë. A e di ku jeton? Me mamin. Ku është mami? Vajza uli sytë. Shkoj të marr ujë, nuk u kthye. Fjalët e saj ishin të thjeshta, por pesha e tyre ishte e rëndë. Më vonë, Zilda i bëri një banjë dhe i veshi një fustan të pastër roz. Kur Gustavi e çoi në shtrat, Giulia kapi gishtin e tij me dy duart dhe nuk e lëshoi. Ai qëndroi pranë saj derisa ajo ra në gjumë. Pak më vonë ai telefonoi policinë. Dhe atëherë zbuloi të vërtetën. Policia gjeti nënën e saj, Mariana, rreth 2 kilometra larg rrugës. Ajo ishte rrëzuar pranë një përroj, pa ndjenja, e dehidratuar rënd. Ajo kishte dalë për të marrë ujë dhe ishte rrëzuar në rrugën e kthimit. Kur Gustavi e dëgjoi këtë, ai heshti për disa sekonda. Pastaj tha, silleni këtu. Unë do të kujdesem për të. Mjekët në vilë e trajtuan Marianën menjëherë. Disa orë më vonë, ajo u zgjua në një nga dhomat e miqve. Gjëja e parë që bëri ishte të ulej në shtrat dhe të thërriste, Giulia. Vajza dëgjoi zërin nga korridori dhe vrapoi menjëherë drejt dhomës. Gustavi e pa nga larg. Giulia u hodh në krahët e nënës së saj dhe e përqafoi fort, sikur të mos donte ta lëshonte më kurrë. Dhe në atë moment, në heshtjen e vilës së madhe, Gustavi ndjeu se jeta e tij kishte ndryshuar përgjithmonë. Mariana qante pa bërë zë, me fytyrën e fshehur në flokët e artë të vajzës së saj. Trupi i saj dridhej lehtë nga lodhja dhe emocionet, por ajo përpiqej të mos shqetësonte askën. Ishte një qarje e heshtur, e atyre njerëzve që kanë vuajtur për shumë kohë dhe tashmë nuk kanë më forcë për britma. Gustavi qëndroi për një moment në prag të derës duke i parë. Pastaj e mbylli derën ngadalë dhe mbeti në korridor. Nuk e dinte pse, por ajo pamje i kishte prekur zemrën në një mënyrë të thellë. Nuk ishte vetëm trishtim. Ishte diçka tjetër, një ndjenjë e çuditshme, si një mall për diçka që ai kurrë nuk e kishte pasur në jetën e tij. Ai u largua disa hapa dhe mbështeti dorën në mur, duke marrë frym thellë. Më vonë, kur nata kishte filluar të qetësohej dhe shtëpia ishte bërë më e heshtur, Mariana doli nga dhoma duke mbajtur Giulian në krah. Ajo dukej ende shumë e dobët. Fytyra e saj ishte e zbehtë dhe sytë e saj mbanin një përzierje të çuditshme ndjenjash, turp, lodhje dhe një mirënjohje të thellë. Kur pa Gustavin në korridor, ajo u ndal. Ajo mori frym thellë dhe tha me një zë të ulët, por të vendosur, duhet t'ju falenderoj, zotëri. Ju i shpëtuat jetën vajzës sime. Nuk kam asgjë për t'ju dhënë në këmbim. Vetëm mund t'i lutem Zotit që t'ju bekoj. Gustavi e pa për një moment dhe pastaj tundoi kokën lehtë. Ajo e shpëtoi veten, tha ai qetë. Një vajzë 3 vjeçare që ecën vetëm në rrugë sepse nuk heq dorë nga nëna e saj, kjo është forcë e vërtetë. Mariana mbylli sytë për një çast. Kur i hapi përsëri, ata ishin të lagur, por ajo nuk lejoi që lotët të binin. Pas disa sekondash heshtjeje, Gustavi pyeti drejt për drejt, ku jetoni? Ajo hezitoi pak. Jetonim në një kasole pranë përrojit, por pronari i tokës na dëboi javën e kaluar. Ai nuk tha asgjë menjëherë. Thjesht e shikoi. Ai e ndjente se kishte më shumë për të treguar. Dhe ai kishte të drejtë. Mariana mori frym thellë dhe vazhdoi. Baba i Giulias u largua kur ajo lindi. Tha se do të shkonte në një qytet tjetër për të kërkuar punë. Nuk u kthye më kurrë. Asnjë telefonat. Asnjë lajm. Asnjë para. Asnjë pyetje për vajzën e tij. Zëri i saj ishte i qetë, pa dridhje. Ishte një dhimbje e vjetër, e tharë nga koha. Prindërit e mi kanë vdekur. Jam bi e vetme.
Nuk kam vëllezër, nuk kam të afërm këtu. Kur pata nevojë për ndihmë nuk kishte askënd për të telefonuar. Ajo uli syt drejt vajzës që po flinte në krahët e saj. Kam bërë çdo punë që mundesha. Pastroja shtëpi, laja rroba, shisja gjëra të vogla për të mbijetuar. Por kur humbëm edhe vendin ku jetonim, ajo ndaloi për një moment duke gëlltitur me vështirësi. Ishte hera e parë që nuk dija çfarë të bëja. Ajo histori nuk ishte thjesht fat i keq. Ishte një jetë e tërë luftë. Një grua që kishte mbajtur mbi shpatulla gjithçka për shumë vite. Gustavi mendoi për disa sekonda. Në fakt, vendimi u mor në zemrën e tij edhe para se mendja ta përfundonte arsyetimin. Kam nevojë për një pastruese këtu në vil, tha ai më në fund. Mariana ngriti syt, e habitur. Puna është nga e hëna në të shtunë. Do të keni një dhomë për ju dhe vajzën. Ushqim dhe një rrogë të rregull. Ai e pa drejt në sy. A e pranoni? Ajo e shikoi sikur nuk kishte kuptuar mirë. A e pranoni? Përsëriti ai. Pas një momenti, ajo pyeti me zë të dridhur, pse po e bëni këtë për ne? Gustavi u përgjigj pa hezitim, sepse Giulia meriton të ketë një vend ku të flej. Dhe sepse edhe ju meritoni një mundësi. Për disa sekonda ajo nuk foli, pastaj tha me një zë pothuajse të padëgjueshëm, e pranoj. Askush nuk e dinte ende se çfarë do të ndodhte kur Carla ta merrte vesh këtë. Por ajo që do të ndodhte ishte më e errët nga sa mund të imagjinonte kushto. Kur Carla dëgjoi për këtë vendim, ajo nuk bërtiti. Nuk përplasi dyer. Nuk hodhi asgjë në dysheme. Ajo vetëm buzëqeshi. Dhe ai buzëqeshje ishte shumë më i rrezikshëm. Një pastruese që jeton këtu me vajzën e saj, tha ajo një pasdite, ndërsa hiqte manikyrin nga thonjt me një shkop të vogël të ardh. Sa bujar je, Gustav. Nuk kanë ku të shkojnë, u përgjigj ai. Ka strehimore për njerëz të tillë. Nuk do ta dërgoj një fëmijë 3 vjeçar në një strehimore. Carla e pa drejt në sy. Ti më premtove që kjo shtëpi do të ishte vetëm për ne. Ajo është vetëm një punonjëse. Por problemet nuk u ndalën. Sepse Giulia nuk ishte një fëmijë që rrinte e heshtur në një cep. Ajo ishte kureshtare. Vëzhgonte gjithçka me sytë e saj të mëdhenj. Bënte pyetje të drejtë për drejta dhe shpesh shfaqej në vendet më të papritura të vilës. Dhe shumë shpejt diçka ndryshoi edhe tek Gustavi. Ai filloi të kthehej më herët në shtëpi. Filloi të hante drejt në kuzhinë me Zildën dhe Julian, ndërsa Carla qëndronte vetëm në sallën e madhe të ngrënies. Shpesh, sapo ai hynte nga dera, Giulia vraponte drejt tij me krahët hapur. Tavu. Thëriste ajo, duke shqiptuar emrin e tij në mënyrën e saj të ëmbël. Ai e merrte në krah dhe e rrotullonte në ajër, ndërsa ajo qeshte me një të qeshur që mbushte gjithë shtëpinë me drill. Një pasdite, ajo e tërhoqi për dore drejt kopshtit. Eja! Eja! Lule! Ata u ulën pranë një shtrati me lule dhe Giulia i tregonte çdo lule të vogël me një krenari të pafundme. Gustavi e dëgjonte me vëmendje të plot, sikur ajo ishte gjëja më e rëndësishme në botë. Dhe në atë moment ishte. Ditët kalonin dhe lidhja mes tyre bëhej gjithnjë më e fortë. Edhe Mariana punonte në heshtje. Ajo ishte e kujdesshme, e përulur dhe e ndershme. Por kishte një dinjitet të qetë tek ajo që tërhiqte vëmendjen pa dashje. Gustavi e vuri re. Edhe Carla e vuri re. Dhe atëherë ajo filloi të vepronte. Në fillim ishin gjëra të vogla. Një produkt pastrimi që papritur ishte në vendin e gabuar. Një vazo e thyrë. Një dekor që kishte humbur. Një ditë Carla tha me zë të lartë në sallon, ndonjëherë njerëzit që hynë në shtëpitë e të tjerëve nuk mund t'i rezistojnë tundimin. Ajo nuk e shikoi drejt për drejt Marianën, por të gjithë e kuptuan se për kë po fliste. Mariana nuk u mbroi. Ajo vetëm uli kokën dhe vazhdoi punën. Në javën e tretë, Carla e thiri në zyrë për një bisedë private. Kur dera u hap përsëri, Mariana doli me fytyrë të zbetë dhe sy tepër të thatë. Atë natë, Gustavi dëgjoi Julian duke qarë. Ai trokiti në derë. Vajza e hapi me arushin prej pelushi në krah. Mami është e trishtuar, tha ajo. Ajo tha që duhet të ikim. Gustavi qëndroi i heshtur. Ti nuk do të ikësh? Pyeti ai. Ajo tundi kokën.
Më pëlqen këtu. Më pëlqen edhe ty fjalë të thjeshta. Të pastra. Si vetëm një fëmijë mund t'i thotë. Dhe ato fjalë ndryshuan diçka brenda tij. Ai shkoi drejt në zyrë. Çfarë i the Marianës? Pyeti ai. Karla po lexonte. I thash të kërkoj një punë tjetër. Kjo situatë nuk është e përshtatshme. Ti nuk ke të drejtë të marrësh vendime pa miratimin tim. Unë jam pronari i kësaj shtëpie. Zëri i tij ishte më i fortë se kurrë. Dhe ato do të qëndrojnë. Karla mbylli librin ngadalë. Pastaj tha diçka që ai nuk e priste kurrë. Unë kurrë nuk kam dashur të kem fëmijë. Heshtje. Ti e dije këtë. Gjithmonë e ke ditur. Historia që unë vuaja sepse ti nuk mund të bëhesh e baba ishte një gënjeshtër që e lash të jetonte sepse ishte më e lehtë. Gustavi mbeti i ngrirë. U martova me ty për atë që ishe. Për jetën që ndërtuam. Jo për fëmijë. Ajo u ngrit dhe ju afrua. Dhe ajo vajzë, Gustav, ajo është një kërcënim për gjithçka që kemi ndërtuar. Sepse ti po lidhe me të sikur të ishte vajza jote. Ajo e pa drejt në sy. Dhe po fillon të biesh në dashuri me nënën e saj. Dërgoj ato larg ose unë do të largohem. Fjalët e Karlës mbetën pezull në ajër. Gustavi nuk u përgjigj menjëherë. Ai vetëm e shikoi gruan me të cilën kishte jetuar për 14 vjet dhe, për herë të parë, një mendim i dhimbshëm i kaloi në përmend me një qartësi të frikshme, ndoshta ai nuk e kishte njohur kur vërtet atë grua. Ai u kthye dhe doli nga zyra pa thënë asnjë fjalë. Atë natë vonë, kur shtëpia ishte zhytur në heshtje, Gustavi shkoi në kuzhinë për të marrë pak ujë. Atje gjeti Marianën ulur në tavolinë, me duart rreth një filxhani çaji që tashmë ishte ftohur. Ajo ngriti syt kur ai hyri, por nuk tha asgjë. Ai u ul përballë saj. Për një kohë të gjatë, asnjëri nuk foli. Ishte një nga ato heshtje që nuk janë të pakëndshme. Një heshtje që thot shumë më tepër se fjalët. Më në fund, Gustavi foli, ajo të kërkoi të largohesh. Mariana vetëm tundi kokën në shenjë pohimi. Do të largohesh? Ajo pa filxhanin për disa sekonda. A dëshironi që unë të largohem? Jo. Fjala doli nga goja e tij shumë më shpejt se sa kishte menduar. Nuk dua. Mariana ngriti syt dhe për herë të parë që nga dita kur kishte ardhur në atë shtëpi, Gustavi pa në sytë e saj diçka tjetër përveç mirënjohjes. Ishte një ndjenjë e fshehur, e mbajtur me kujdes pas përullësisë dhe punës së saj të përditshme. Një ndjenjë që ndoshta edhe ajo vetë kishte frikë ta pranonte. Heshtja u kthye përsëri, por këtë herë ishte Gustavi ai që e theu. E di cila është pjesa më e vështirë e faktit që nuk mund të kem fëmijë? Ai nuk e ngriti kokën. Vështrimi i tij ishte drejtuar nga tavolina. Nuk është diagnoza. Nuk janë mjekët, është të zgjohesh çdo mëngjes dhe të ndjesh se ka një boshllëk brenda teje që nuk do të mbushet kurrë. Mariana nuk e ndërpreu. Nuk tha më vjen keq, siç bëjnë zakonisht njerëzit. Ajo vetëm dëgjoi. Ai vazhdoi, kur kalova kimioterapin, isha pothuajse vetëm. Karla ishte pranë meje, por në të vërtetë nuk ishte. Ajo qëndroi gjithmonë jashtë gjithçkaje. Asnjëherë nuk më pyeti si ndihesha. Ai heshti për një moment. Kur gjeta Julian në atë rrugë, ishte hera e parë pas shumë vitesh që ndjeva sikur zemra ime kishte gjetur përsëri vendin e saj. Ngadalë, Mariana vendosi dorën mbi dorën e tij. Nuk ishte një gjest i madh. Ishte një prekje e qetë që thoshte thjesht, jam këtu. Pastaj ajo tha me një zë të butë, ju nuk jeni thyer, Gustav. Nuk keni qenë kurrë. Thjesht keni qenë në vendin e gabuar, me njerëz që nuk dinin t'ju kuptonin. Ai nuk tha asgjë. Por ato fjalë bën më shumë për të se sa gjithë vitet e martesës së tij. Pas pak, Mariana shtoi, por nuk është e drejtë që unë të qëndroj këtu nëse zonja e shtëpis nuk më do, kjo shtëpi është e imja, tha Gustavi me vendosmëri, por martesa është gjithashtu e juaja, u përgjigj ajo qetë. Nuk dua të jem arsyeja që një familje të shpërbëhet. Ai mori frym thellë. Kjo familje është shpërbër shumë kohë më parë. Dhe kur i dëgjoi ato fjalë të dalin nga goja e tij, ai e kuptoi se ishin të vërteta. Ditët që pasuan ishin si një stuhi. Të nesërmen në mëngjes, Karla telefonoi avokatin dhe kërkoi divorcin. Gustavi e mori vesh këtë nga avokati i tij në një telefonat herët në mëngjes.
Ai qëndroi për një kohë të gjatë në zyrë duke parë telefonin. Pastaj shkoi te dhoma e Xulias. Vajza po flinte qetësisht me flokët e saj të artë të shpërndarë mbi jastër. Ai qëndroi në derë për disa minuta duke e parë dhe duke kujtuar momentin kur e kishte parë për herë të parë në rrugën e pluhurosur me një copë bukë në duar. Pak ditë më vonë ndodhi diçka tjetër. Carla kishte telefonuar autoritetet duke pretenduar se në Vil jetonte një fëmijë në kushte të parregullta. Një mëngjes të martë, 2 agent erdhën në shtëpi. Në atë moment, Gustavi dhe Xulia po isnin lulet në kopsht me një ujitse të vogël që ai kishte bler vetëm për të. Kur makina hyri në port, Xulia u afrua menjëherë dhe i kapi dorën fort. Pas disa orësh kontrollesh dhe dokumentesh, gjithçka u sqarua. Nuk ka asnjë parregullsi, tha një nga agentët më në fund. Xulia pa Gustavin dhe pyeti me zë të vogël, ata do të më marrin? Ai u ul në gjunjë dhe e pa në sy. Jo, princesha ime. Nuk do të marrin. Premton? Premtoj. Pak ditë më vonë, Carla u largua nga vila për gjithmonë. Muajt që pasuan ndryshuan gjithçka. Shtëpia, që dikur ishte shumë e heshtur, u mbush me zërin e një fëmije që qeshte, vraponte dhe bënte pyetje pa fund. Xulia u rrit në atë shtëpi sikur të kishte qenë gjithmonë pjesë e saj. Ndërkohë, Mariana nuk ishte më vetëm punonjëse. Ajo ishte bërë pjesë e jetës së tyre. Një pasdite të qetë të dielën, ndërsa Xulia flinte në një lëkundëse në verandë me arushin e saj në bark, Gustavi u kthye nga Mariana. E di që nuk mund të të ofroj një jetë pa vështirësi, tha ai. Por dua të di nëse do të qëndrosh pranë meje. Mariana e pa drejt në sy. Të gjithë kemi histori të vështira. Por unë jam këtu. 2 muaj më vonë, ata u martuan në një ceremoni të vogël në kopsht. Gjatë ceremonisë, Xulia qëndroi serioze. Por kur gjithçka përfundoi dhe Gustavi u përkul për ta përqafuar, ajo i përshpëriti në vesh, tani je babai im i vërtet. Sytë e Gustavit u mbushën me lodh. Po, tha ai bull. Babai yt i vërtet. Dhe në atë moment ai e kuptoi se jeta, edhe kur të merr diçka, ndonjëherë të jep diçka edhe më të madhe në këmbim.